Marsida Beqari, dhe besoj se Juria ka bërë një zgjedhje të duhur, sepse vajza vjen e ëmbël, ashtu si janë lulet e verës. Pamja flet vetë. Patjetër. Është një event i cili nxjerr në papra simbolin e qytetit Lulen, që në Elbasani njihet si qyteti i luleve, dhe gjithmonë vajzës i kanë kushtuar vargje që ngjan me lule, në këngë, në poezi, në tema të ndryshme, dhe tema e këtij eventi pra vjen që krahasojmë vajzat me lulet e bukura të pranverës, pikërisht në ditën kyçe, dita e verës që zhvillohet në Elbasan. Ndërkohë që ke mbaruar studimet apo jo, Marsida? Po, e kam mbaruar jashtë shtetit në Greqi. Vërtet? Duke jetuar disa vite me familjen time. Je rikthyer Jam rikthyer në së Shqipëri? fundmi, po. Për sa kohë ke që je rikthyer në Shqipëri? 2 ose 3 vite. Jeni zhvendosur Po. përgjithmonë Po, në jetoj në Shqipëri? Shqipëri, po. Çfarë vendi keni jetuar në Greqi? Në Rodos. Në Rodos. Pse keni marrë këtë vendim për të rikthyer sërish në Shqipëri? Po, më pëlqen Shqipëria, dhe më pëlqen dhe qyteti im i Elbasanit, ku kam lindur. Vërtet? Po. Për çfarë ke mbaruar në Greqi? Kam mbaruar shkollën për ekonomi. Për ekonomi? Po. Mendon se do ta zhvillosh studimin tënd në vendin tënd, në vendin tonë apo je ende në... Mendoj që po, por më pëlqen dhe... Bota e spektaklit. Po, bota e spektaklit. Që mendon se do zhvendosesh totalisht në botën e spektakleve? Po. Të pëlqen më shumë? Më pëlqen më shumë bota e artit. Sa e lehtë dhe e vështirë ishte jeta në Greqi? Mund të themi edhe e lehtë dhe pak e vështirë, por edhe bukur. Edhe bukur? Po. Çfarë ishte bukur për shembull? Duke parë, sepse ke 3 vite që je rikthyer apo jo? Atje është një event turistik. Më ndryshe në Rodos. Se Elbasani. Atje ka shumë turista. Elbasani është një qytet i vogël. Është një qytet i vogël, një qytet i ëmbël, i bukur. Qyteti i luleve. Qyteti i luleve. Jo, më bëri përshtypje se nuk e dija realisht që kishe jetuar në Greqi edhe rinia e cila ndoshta kërkon të rikthehet. Çfarë mban mend, nuk e di sa vjeç je larguar, po çfarë mban mend kur je larguar dhe çfarë ke gjetur? Dhe atë të mungon në rastin konkret të Rodos? Më mungon sepse kam kaluar një pjesë të jetës atje, por kam ardhur 3 vite tani këtu në Elbasan dhe ndihem shumë mirë dhe nuk dua të largohem. Si e shikon rinin shqiptare në krahasim me atë në Greqi? Çfarë ndryshimi do bëje ti me ato që ke parë dhe me ato që ke njohur atje? Pak ndryshim sepse atje ku jetoja unë ishte pak më mentaliteti, është pak më i hapur. Gjilda, mos tento ta ndalosh, lutem. Jo, s'do të fare thjesht për të dëgjuar vajzën. Sepse rinia është kënaqësi patjetër. Jo, dashur pra dashur, dolëm në një temë tjetër, sepse kemi kohë të diskutojmë edhe për që është pjesë e jetës reale dhe aktuale në vendin tonë. Mundohem të suportoj rinin tu në Shqipëri, mundohem që t'i tregoj si është jeta dhe jashtë. Që nuk është ndoshta edhe e lehtë? Nuk është dhe e lehtë, por është dhe e bukur si jetë në Greqi.